e jashtëzakonshme, shfaqet produkt misterios në treg. Kanë thonë plecët se pas krizave të mëdha, si ishte kjo fatkeqësia e fundit, edhe tjerave që pa të ndodhë më herët, shfaqen gjëra të çuditshme. Ne morëm një lajm për një produkt ilaç të çuditshëm që po shitet me të madhe në Shkup. Ne deshtëm ta gjejmë këtë për juve. Pra, këtu jemi në lokacionin ku do na treguan se e kanë pa dhe na thanë se duhet pa fol me shitsin me e gjejnë. Jemi në tezga e nuk është pazar. Këtu ka tegla e nuk i marrin vesh se a janë për ushqim apo për ilaç. E hajde shkojmë me radhë krejt mi pa se çka janë këto. Opa, kjo duket si mjalë të rëndëmt, këna pak si mjalë të në për tezga, edhe në pazar, çka ka të çuditshme në këtë? Prit. Që ku ka? Aj, mjalt kundër e vënës. Bion 100%. E si konsumohet kjo? Kur duhet me hangër? A para faturave, a mas faturave? A kur ti pagujmë, a kur ti shohim fatura? A në esull e me barkin thashkon kjo, e sa luk duhet mi hangër, dhe shqirtoj me vonë. Kjo ka vazhdim. Pas mundet ilaçin me elan me kaq.